Jo vetëm se nuk kemi përgatitur, por me siguri të flitet, sidomos për Sulgrivallën, si personalitet në neorilindjen kombëtare shqiptare, i cili vori një vull të rëndësishme në kulturën, letërsinë, artin e sidomos në politikën dhe në çështjen tonë kombëtare. Njerëzit pasi vdesin, trimat, heronjtë të tjerët shpalosin kujtime edhe duke menduar të arrisin vetveten, tregojnë se kanë pas shok të njohur, vëllezër, bashkëpunëtor. Unë duhet të them si gjithmonë vërtetën, se mund t'ju them sonte sa të doni që kam qenë bashkëpunëtore i njohur e vëllezër me ta, por nuk është ashtu. Sulgrivallën e kam njohur vetëm Prishtinë nga skena, si këngëtar, e kam njohur si gazetar, pak në pamje, ka qenë kritik edhe muzikor, që shumë herë nuk theksohet ajo, por mbi të gjitha ajo është shqiptar dhe krijues letrar, poet, mos pari, prozator, romancier, dramaturg, publicist, gazetar. Po edhe këto i mbeten vështrime t'i japi vetë kritika letrare, muzikore kështu me radhë, dhe atë sa e di unë mund të flasim, apo jo. Bardhoshin kam dëgjuar për e të parë pas vrasjes, ndërsa Kadizekën për një kohë shumë të shkurtër, por e kam njohur ku ishe student në Prishtinë dhe aty më njoftoi pikërisht ide e Tysini, e kam parë një herë, familjen ja njoh. E di se është ideolog i madh Sulgrivalla dhe ma përkujton Abdyr Frashën në kohën e rinisë kombëtare. Ndërsa Kadizeka ka qenë diçka tjetër, po ashtu gazetar, publicist, por mbi të gjitha ka qenë trim mbi trimat. Ka qenë trim i madh. Po mua ma përkujton pra si kraj gjatë i Jusufit, edhe pse ka qenë njëherë në dy grupe, në organizate të ndryshme, më në fund edhe u pajtuan dhe ranë viktim, pra si vëllezër njëri para tjetrit, dhe kështu po ma përkujton mu i merr Prizren, pra njëri më tepër diplomat, politikan, ideolog, tjetri më tepër njëri i armës po të kishte nevojë. Por mbi të gjitha sonte po shpalosun dy kujtime të tjera, në dy të dhëna të cilat opinioni nuk i njeh, atë i di vetëm unë ende nuk i kam publikuar, dhe këto janë faktet pa mohueshme. Se për të dy është thonë mjaft, për Jusufin ka folë dhe Kaderejnë, ka pasi takime për impanejnë libër në Frankfurt, kanë folë të tjerët dhe mbram folin televizion edhe heroi gjalli popullit shqiptar, pra, dhe simboli i rezistencës kombëtare shqiptare, Adem Demaçi, dhe më duket se mas miri e vullosi mënyrën, formën, akterët e vrasjes së tyre kështu me radhë, ndërsa atë që nuk e din kurkush, ndoshta, jo vetëm këtu, po edhe kurku në botë, unë mund ta ilustroj vrasjen e tyre me dy elemente të rëndësishme, pra që unë i kam përjetuar. Para 4-5 vite në Gjermani, në kontakt me një personalitet të shuar buzëstaku gjerman, atëhere kur më folja i ke njohur këta tre martirë dhe tregoj haptazi, edhe pse nuk ishte lehtë në atë kohë, për shembull, se e kam shok të ngushtë, mik dhe kumbar të fëmijëve i Tysjenit, dhe e kam njohur, thon vetëm njëherë kam takuar Kadizekën dhe Jusufin e njeh si personalitet, nga shkrivet, nga puna e tij. Me siguri gjermon kishte ndërmend diçka tregoj dhe më në fund e zura ngushtë. Thash dosja si duket është mbyllur për këtë vrasje te ju gjermanët apo jo. Po nuk është mbyllur krejt. Thash gjermanët mundin t'i zbulojnë vrasjet se kanë teknikën të përsosur, kanë aftësi kriminalistike, janë ekspertë të njohur në botë dhe zbulojnë vepra edhe shumë më të kamufluara, më perfide, më të errëta, më të vështira, jo më kjo që është shumë e pastër, se në fakt të tjera kishte plot nga mbledhjat natë, sa vetë kanë qenë, si kanë dalë, si u vrata e dishëm, edhe dinë edhe ju, besoj me shumicë. Mirë po, kur i thash se zotëri gjerman, unë mundem t'i zbuloj vrasit, ajo të merrua prekutin shqiptar, nga Kërçova, Maqedonia. Tha shumë po, vetëm lejonim jepni kushte. Procesi verbalin deri ku keni arritur ju plotësisht, atë ko paket ishte gjermanishten, thash ma jepni ma praktenin, gjuhën shqipe, dhe ne me njerë këtu shkojmë të vëllezërit të Kadizekës, shkojmë të shoqja në Tiranë të ndjerit të Sulgrivallës, a unë thëmë kam shenja nga Prishtina se e di kush ka munguar në atë kohë, në personalitet në Prishtinë, bashkëpunim dijet e Merveli që kështu me radhë, dhe kam të qartë se do ta zbulojnë vrasin po se po. Mirë po u të merua, thaj, nuk është punë e jujtësh. Atër është e juja se ju jeni bashkëpunim gjerman me policinë jugoslave. Gjermani u të merua. Pra aty dikun është ai fidi ku mund të vazhdoj edhe të zbulohet vrasit kapet dore e tij. Një rast tjetër që sonte isha ka mendoj, po ashtu më kujtua,
kam pas një rast në shoqën Spitali Operacion Gjermani dhe kërkojnë që për smundjen e saj bisedohet por pa praninë e bashkëshortit, që mund ta përkthesh afërsisht, nëse nuk kam përkthyes më ekspert më zyrtar, edhe ajo duhet të jetë dikush tjetër përkthyes kur bisedojnë mjekun katër sy me atë si paciente apo jo. Dhe thonë se ne këtu e kemi një zonjë mjeke nga Slovenia. Fillova të dyshoj me njerë që nuk o Slovene, pa shkin Beograd. Në besoni. Dhe thash mirë në rregull. Vetëm në pamje kur e paste nuk ishte Slovene, kam jetuar pak Sloveni, pak gjuhën e njoh Slovene dhe njoh mentalitetin pamjen, e pas që është shkin. Dhe ajo që të mos zbulohet, që flet serbisht, ajo flet gjermanisht, kështë mund t'ja përkthej, unë i flas në serbisht asaj, në mënyrë që shoh si flet serbisht. Kur nisi serbisht, lidhje me gjermanisht nuk ishte fare. Këte lidha me atë rastin e vrasjes së Grvallë dhe Kadrizekës, ju kujtohet kur ai mjeku, ku shkon të operacion, ka qenë i veshur agent polic jugoslav, me mantilin e bardhë, dhe atë një zezak ju kujtohet nga shtypje zbulon, dhe ai mjek mo hik dhe nuk gjendet kurkun. Pra, në për Evropë, në botë, plot ke dhe sot e kësaj dite në emër të mjekësisë, pra, me mantilat të bardhë, agent jugoslav sa të doni. Pra, kështu u zbulue edhe ajo shkine e Beogradit, pse punonte në spitalin Gjerman dhe e prezentuar si Slovene. Drejtori i spitalit thotë, kjo është Slovene, thash, kjo Slovene nuk është. Nëse jam unë, thash, Gjermanat edhe kjo është Slovene. Pra, këta janë dy raste, fakte konkrete, që dosja e herojve, Leze Grvallë dhe Kadrizekës nuk kanë shbyllur ende, dhe për shkak që dihet e historike në radhë parë, se puna e tyre mbaroi vetëm fizikisht, ndërsa shpirtërisht ata janë në histori e popullit shqiptar, janë zemrat tona dhe zemrat e shqiptarëve do të mbetet përgjithmonë. Prandaj kështu mos u mbaj më gjatë kujtime nga dhe qëndrime kemi sa të doni, këta janë dy momente që për të parë shpalos këtu në Kërçov, sa ashtu edhe radha dhe rasti, që armiqtë tanë të përbetuar veprojnë në këtë mënyrë dhe kështu ranë herojnë edhe këta tre martirë. Ju falënderit.